Fatkeqësisht unë s'kam bën ndonjë lëvizje që me pritën ndonjë ndryshim ato që e presin qytetarët e Kosovës. Vazhdoni pa përgjegjësi besoj unë e forcave politike për të ulur për të bërë një marrëveshje politike, një marrëveshje e cila do të jepte mundësi vendit me pas institucione, me pas një shumicë parlamentare. Mendoj që si duhet të jetë thirrë përgjegjësisë vet. Forcat tjera politike në Kosovë nuk ka janë këto që janë. Në çfarë do procesi dhe njësë zgjedhje do të kenë tjetër forca politike. Dhe rruga e vetme që Kosova si shtet serioz, ose bëhet serioz është përmes të bisedimeve dhe marrëveshjeve politike që pastaj partnerët e zgjedhin njëri tjetrin. Dhe kështu të përfundoi kjo situatë pa kuptim. Kosovë në presin shumë punë, shumë delashe, shumë probleme. Pashë më tepër se 6 muaj ne nuk kemi një qeveri efektive. Njerëzit kanë nevojë. Vendi ka nevojë. Ne presim projektin, ne presim punën, mëdha agenda. Kosovë ne presim, si më thamë, dinamika të reja të zhvillimeve. Dhe unë ftoj që të reaguan nga ekot personale, politike, të ta diun në tas të ketë parasysh. Dhe të fillohet të përmbushën mandate që kanë qytetarët e Kosovës. Zotëri Lima, e keni pas ftesë prej ndonjëherë prej subjekteve politike për mund të pas parasysh që ju si nisma e keni paktën pra tani për tani nuk ka ndonjë hap konkret serioz përveç ato që kemi bërë në media propozime, po hap konkret dhe ftesë dhe të atyre propozimeve nuk ka pasur. Natyrisht ne jemi të gatshëm të japim kontributin tonë për aq sa kemi mundësi dhe fuqi politike, por ju duhet ta dini, janë forcat e mëdha politike që kanë përgjegjësinë kryesore për të dhënë një zgjidhje. Ata kanë mundësi, po si më kanë qenë për të dhënë një zgjidhje.